Rrugës për në një intervistë, një pastruese sheh një grua të moshuar duke u rrëzuar në mes të rrugës. Ajo vendos ta ndihmojë, edhe pse e di se mund të vonohet. E humbet mundësinë për punë për pak minuta. Por zbulon se kishte shpëtuar nënën e pronarit të kompanisë dhe gjithçka ndryshon. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Alarmi Tiranë në orën 4:30 të mëngjesit, duke thyer heshtjen e dendur të dhomës së vogël në periferi të Tiranës, në zonën e Babroj. Arta hapi syt ngadalë, e mësuar me atë orar që dukej si një dënim i përditshëm. Drita ende nuk kishte depërtuar nëpër të çarat e dritares së vjetër dhe i ftohti i agimit të Tiranës depërtonte nëpër muret e hollë të banesës ku jetonte me vajzën e saj 7 vjeçare, Borën e vogël. U ngrit në heshtje, duke bërë kujdes të mos zgjonte vajzën që flinte e qetë në dy shekun anash. Vështroi për disa sekonda fytyrën engjëllore të së bijës, flokët e saj kaçurel të shpërndarë mbi jashtëkun e vjetruar, frymëmarrjen e lehtë dhe ritmike të dikujt që ëndërron një botë më të mirë. Ajo imazh ishte forca e saj. Gjithçka që Arta bënte, çdo sakrificë, çdo poshtërim i gëlltitur, çdo natë e vjedhur nga gjumi, ishte për Borën. Që një ditë vajza të kishte atë që ajo nuk e pati kurrë, zgjedhje. Shkoi në banjën e vogël, lau fytyrën me ujin e akull që rrithte dobët nga rubineti i ndryshkur, kreu flokët e saj të gjatë dhe të errët duke i kapur në një topuz të thjeshtë dhe të shtrënguar. U pa në pasqyrën e thyer që deformonte një pjesë të reflektimit të saj dhe u përpoq të gjente aty ndonjë shenjë shprese. Në moshën 32 vjeçare, Arta mbante në fytyrë shenjat e një jete që nuk kishte qenë kurrë bujare. Rrudha të parakoshme rreth syve kafe, lëkurë e tharë nga dielli dhe produktet e pastrimit, duar të ashpra dhe të shënuara nga prerje të vogla e kallo që tregonin histori të një pune të pandalshme. Veshi uniformën blu të errët të pastrueses, të njëjtën që përdorte prej 3 vitesh në një kompani pastrimi. Pëllura ishte e vjetruar, e zbardhur në disa pika, por ishte e pastër dhe e hekurosur mirë. Arta insistonte në këtë. Edhe pa pasur pothuajse asgjë, ajo ruante dinjitetin përmes detajeve. Veshi atletet e bardha të vjetruara, mori çantën prej pëllure të arnuar dhe doli nga dera prej druri që kërciste, duke e mbyllur me kujdes. Rruga ende flinte kur ajo filloi të ecte drejt stacionit të autobusit. Disa që në ndacak rëmonin qeset e mbeturinave në trotuar, dritat e rrugës pulsonin çrregullisht, dhe era e lagështisë e përzier me aromën e kafes që vinte nga ndonjë dritare formonte parfumin karakteristik të asaj lagjeje të harruar nga hartat zyrtare të qytetit. Arta njihte çdo rrugicë, çdo vrim në asfalt, çdo cep të rrezikshëm. Ajo ishte bota e saj, burgu i saj i padukshëm, vendi nga i cili përpiqej të ikte prej vitesh pa ia dalë kurrë. Autobusi erdhi plot, si gjithmonë. Ajo hyri duke u shtyrë mes trupave të lodhur që mbanin erë sapun të lirë dhe djers. U mbajt në shufrën e hekur gjatë gjithë udhëtimit prej 1 ore e gjysmë derisa arriti në lagjen luksoze ku punonte, pranë zonës së bllokut. Vështroi nga dritarja qytetin duke u transformuar gradualisht, shtëpitë e rënuara u alinin vendin ndërtesave moderne, rrugët me gropa bëheshin bulevarde të gjera, errësira i alinte vendin vitrinave të ndriçuara. 2 botë të ndara nga kilometra pa barazie të heshtur. Zbriti në stacionin e zakonshëm dhe eci 3 rrugica deri te ndërtesa tregtare ku shërbente që kur kompania e kishte caktuar aty. Hyri nga dera e shërbimit, përshëndeti rojen e natës me një lëvizje të lehtë të kokës, mori ashensorin e mallrave dhe u ngjit në katin e 12. Atje do të fillonte një tjetër ditë pune të padukshme, duke pastruar tualete, duke zbrazur kosha mbeturinash, duke fshirë pluhurin nga tavolinat dhe kompjuterët, duke fshirë gjurmët e pranisë së njerëzve që nuk e shikonin kurrë atë. Orët zvarriteshin ndërsa Arta fërkonte, fshinte dhe pastronte. Mendimet e saj, megjithatë, nuk ishin aty. Ishin të fiksuara te intervista e punës e caktuar për atë pasdite. Më në fund, pas muajsh dërgimit të biografive, kishte marrë një përgjigje. Një kompani e mesme kërkonte dikë për sektorin administrativ, një pozicion si asistente, asgjë madhështore, por që përfaqësonte një ndryshim radikal. Pagë fikse, kontratë e rregull, orar zyrtar. Më shumë se aq, mundësia për t'u parë si njeri, jo si krah pune i zëvendësueshëm. E kishte mbajtur sekret intervistën. Nuk I kishte treguar askujt nga frika e syrit të keq. Kishte kërkuar leje për turnin e pasdites duke shpikur një vizitë urgjente te mjeku dhe mbikëqyrësi I saj kishte rënë dakord pa bërë pyetje.
për të, Arta ishte thjesht një numër tjetër në listë. Kur mbaroi turnin e mëngjesit, shkoi në zhveshtoren e ngushtë. Ndërroi uniformën me një veshje të thjeshtë por të prezantueshme, pantallona të zeza, këmishë të bardhë me mëngë të gjata dhe këpucë të zeza të sheshta që i kishte blerë në ofertë muaj më parë. Lëshoi flokët, vuri një buzëkuq të lehtë, mori frym thellë duke u parë në pasqyrë. Ti mund t'ja dalësh, Arta. Ti e meriton këtë. Doli nga ndërtesa në orën 11:30 të paradites. Intervista ishte caktuar për në orën 2 të pasdites në një lagje tjetër, në Lundër. Duhej të merrte 2 autobus dhe të ecte ende një pjesë të mirë rrugë. Kishte llogaritur gjithçka me detaje, përfshirë kohën e pritjes dhe papritshmëritë e mundshme. Do të nisej me kohë të mjaftueshme. Nuk mund të vonohej. Ajo ishte e vetmja mundësi e saj. Nxehtësia ishte e padurueshme atë pasdite vere në Tiranë. Dielli i korrikut ndëshkonte asfaltin. Arta ndjeu djersën t'i rrifte në përshpinë ndërsa priste autobusin e parë. Mbante pas gjoksit një dosje të thjeshtë me dokumentet e saj, certifikatat e kurseve online falas që kishte bërë natën dhe letrat e rekomandimit nga vendet ku kishte punuar. Autobusi erdhi, ajo hipi, pagoi biletën duke numëruar monedhat dhe u ul pranë dritares. Ndërsa mjeti përparonte në për trafikun e rënduar, ajo provonte në mendje përgjigjet e saj për pyetjet e mundshme të intervistës. Cilat janë pikat tuaja të forta? Ku e shihni veten pas 5 vitesh? Pse duhet t'ju punsojmë ne? I njëjtë përgjigjet përmendesh nga shikimi i aq shumë videove në celularin e vjetër që kishte bler të përdorur. Zemra i rrite fort sa herë që mendonte për mundësinë reale të punësimit. Imagjinonte reagimin e Borës, mundësinë për ta regjistruar vajzën në një shkollë më të mirë, blerjen e atleteve të reja, ndoshta edhe marrjen me qira të një shtëpie më të mirë. Imagjinonte të kishte një të ardhme. Zbriti në stacionin e ndërimit, mori autobusin e dytë dhe 20 minuta më vonë ishte në lagjen ku ndodhej kompania. Verifikoi adresën në letër, kontrolloi orën, ora 1:15 e pasdites. Ishte brenda afatit. Kishte kohë të bollshme. Eci në për bulevardin e zhurmshëm, vëzhgoi njerëzit që hynin e dilnin nga dyqanet, gra të veshura mirë që mbanin qese, burra me kostum që flisnin në celular. Ajo bot dukej aq larg saj, por ishte aq afër tani. Vetëm pak hapa e ndanin Artën nga një transformim që e kërkonte prej vitesh. Bulevardi ishte i gjerë, i ndarë nga një brez i gjelbër me pemë. Semafori për këmbësorët ishte i kuq kur arriti në cep. Priti me durim. Shikoi në anën tjetër të rrugës, identifikoi ndërtesën ku do të bëhej intervista. Një ndërtesë tregtare 8-katëshe me fasadë xhami pasqyrë. Duke e qëndrueshme, e besueshme, premtuese. Semafori u hap. E gjelbër për këmbësorët. Arta hodhi hapin e parë në vijat e bardha, duke ndjer adrenalinën. Po ndodhte. Më në fund po ndodhte. Edhe disa hapa dhe do të ishte në anën tjetër, do të hynte në ndërtesë, do t'u përgjigjej pyetjeve, do të tregonte vlerën e saj. Ishte pikërisht atëherë kur diçka e papritur ndërpreu brutalisht atë moment. Në të djathtë të saj, një zonjë e moshuar u pengua dhunshëm në mes të vijave të bardha. Trupi i saj i brisht u rrëzua mbi asfaltin e nxehtë me një zhurmë të mbytur që e bëri Artën të kthente kokën menjëherë. Gruaja ishte në gjunjë, duke u përpjekur të mbështetej me duart që i dridheshin, por pa mundur të ngrihej. Fustani i saj me lule ishte bërë me pluhur, njëra nga sandalet i kishte dalë nga këmba, dhe flokët e saj të thinjur i binin rrëmujshëm mbi fytyrën e djersitur dhe të trembur. Arta ndaloi menjëherë. Shikoi rreth e rrotull. Dhjetëra njerëz vazhdonin të kalonin bulevardin, duke anashkaluar zonjën e rrëzuar sikur ajo të ishte thjesht një pengesë e bezdisshme. Disa hidhnin vështrime të shpejta mëshire ose bezdje, por vazhdonin përpara pa ngadalësuar hapin. Askush nuk ndalonte. Askush nuk ofronte ndihmë. Qyteti vazhdonte indiferent, i nxitur, egoist. Semafori filloi të pulsonte, duke treguar se shpejt do të bëhej i kuq. Makinat u binin borive me padurim, duke pritur radhën për të ecur. E moshuara përpiqej dëshpërimisht të ngrihej, por trupi nuk i bindej, këmbët i dridheshin, ekuilibri i dështonte në çdo përpjekje të kohë. Arta ndjeu peshën e orës në kyçin e saj. Ora 1:23. Duhej të kalonte tani. Duhej të vraponte. Duhej të arrinte në intervistë.
E gjithë jeta e saj varej nga ai moment. Përpjekjet, vuajtjet, netët pa gjumë, gjithçka kulmonte atë pasdite. Nuk mund të humbte. Nuk mund të vonohej. Nuk mund ta linte atë shans të ikte nga duar. Por këmbët e saj nuk lëvizën përpara. Lëvizën anash. Në një sekond, pa menduar, pa llogaritur, thjesht duke ndjer, Arta ju afrua zonjës së rrëzuar dhe u ul në gjunjë pranë saj mbi asfaltin e nxehtë të bulevardit. I mbajti krahun me delikatesë, duke ndjer lëkurën e hollë dhe të rrudhur, kockat e brishta nën gishtat e saj. Zonja e shikoi me sytë e saj blu të mjegull, të trembur, mirënjohës. U përpoq të thoshte diçka, por fjalët dolën të ngatëruara, konfuze. Arta kuptoi se ajo ishte shumë e dobët, e çorientuar, ndoshta po ndihej keq. Nuk ishte thjesht një rrëzim i thjeshtë. Ishte diçka më serioze. Semafori u bë i kuq. Makinat përparuan duke u rënë borive. Arta dhe e moshuara ishin tani në mes të bulevardit, në ishullin e vogël të sigurisë në mes të rrugës. Disa njerëz i shikuan kalimthi, por askush nuk ndaloi për të ndihmuar. Vetmia e dy trupave aty, të rrethuar nga qindra njerëz të nxitur, ishte tronditse. Bia ime, përshpëriti zonja me zë të dobët, më fal. Nuk po mundem dot. Jam shumë e turbull. Nuk kam ngrënë asgjë që mbrëm. Besoj se më ra të fikët pak. Ju lutem, më falni që ju pengova. Arta ndjeu një shtrëngim në zemër. Ajo grua po kërkonte falje sepse kishte nevojë për ndihmë. Sikur ekzistenca e saj të ishte një bezdi. Zonjë, nuk po pengoni asgjë, u përgjigj Arta me vendosmëri, duke i mbajtur krahun me më shumë forcë. Do t'ju ndihmoj unë. Rini e qetë. Do të dalim që këtej dhe do të kujdesem për ju. Mund të keni besim tek unë. Në atë çast, Arta e dinte saktësisht se çfarë po bënte. E dinte çmimin që do të paguante. E dinte se çdo sekondë aty ishte një gosht në arkivolin e mundësisë së saj për punë. Por nuk mund të bënte ndryshe. Nuk ishte një zgjedhje heroike apo e llogaritur. Ishte thjesht e pamundur të injoronte atë brishtësi para saj. Ishte e pamundur të ishte si të tjerët që kalonin drejt. Humaniteti i saj nuk e lejonte. E ndihmoi zonjën të ngrihej ngadalë, duke mbajtur pothuajse gjithë peshën e trupit të brishtë. Priti semaforin të hapej përsëri dhe kaloi me të deri në trotuar, duke kërkuar një vend ku mund të uleshin. Gjeti një stol parku disa metra më tej, nën hijen e pamjaftueshme të një peme. E çoi zonjën deri atje, e ndihmoi të ulej, u pozicionua para saj duke bllokuar diellin me trupin e vet, hapi çantën, nxori një shishe ujë që kishte marrë me vete, ja ofroi zonjës, e cila piu me glënika të vogla e të dridhura. Arta i fshiu djersën nga fytyra me një pecet letre, i rregulloi flokët me kujdes, i foli me ton të qetë duke u përpjekur t'i qetësonte frymëmarrjen e çrregull. Si quheni ju? Merita, u përgjigj e moshuara me zë që i dridhej nga lotët. Zonja Merita. Banoj këtu afër, por dolra për të zgjidhur disa punë dhe besoj se dielli më kapi. Ka kohë që nuk ushqehem mirë. Jam pa oreks. Im bir thot gjithmonë se duhet të kujdesem më mirë për veten, por unë jam kokfort. Dhe tani shiko çfarë ndodhi. Çfarë turpi? Nuk ka asnjë turp, zonja Merita. Ju po ndiheni keq dhe kishit nevojë për ndihmë. Bë të mirë që më lat t'ju ndihmoj. Tani merrni frymë ngadalë, qetësohuni. A ka dikush që mund t'i telefonoj? Kam numrin e djalit tim, por ai duhet të jetë në punë. Nuk dua ta shqetësoj. Nuk do të shqetësoni askën. Më jepni numrin e tij që t'i bëj unë telefon. Zonja Merita ja diktoi numrin me vështirësi, duke u përpjekur të kujtonte çdo shifër. Arta mori celularin e vjetër, por para se të formonte numrin, verifikoi orën në ekran, ora 1:42 e pasdites. Barku ju rrotullua. Intervista ishte në orën 2. Kishte ende 18 minuta, por ishte larg ndërtesës, duhej të garantonte që e moshuara të ishte mirë, duhej të priste që të vinte dikush. Zgjedhja ishte bërë tashmë. Nuk kishte kthim prapa. Arta formoi numrin. Ra 3 herë para se dikush të përgjigjej. Alo? Zëri nga ana tjetër ishte mashkullor, i rënd, i paduruar, i zënë me punë. Përshëndetje, mirëdita. Më falni për shqetësimin. Emri im është Arta. Jam këtu me nënën tuaj, zonjën Merita.
Ajo u ndje keq në rrugë dhe unë e ndihmova. Gjithçka është nën kontroll tani, por mendoj se është e rëndësishme që të vini ta merrni ose të paktën të dini se çfarë ndodhi. Pati një heshtje nga ana tjetër. Pastaj zëri u kthye më i tensionuar. Nëna ime? Çfarë ndodhi? A është mirë ajo? Ku jeni? Arta i shpjegoi situatën shpejt, i dha vendodhjen e saktë, e qetësoi duke thënë se zonja Merita ishte e ulur, duke pirë ujë, duke u përmirësuar. Burri e falenderoi me nervozizëm, tha se do të nisej menjëherë nga puna dhe do të ishte aty për 20 minuta. Ndërsa priste, Arta qëndroi pranë të moshuarës, duke biseduar me zë të ulët, duke i bërë shoqëri, duke garantuar që ajo të mos mbetej vetëm. Zonja Merita tregonte histori të jetës, për nipërit që jetonin larg, për burrin që kishte ndërruar jetë para aq shumë vitesh sa ndonjëherë i dukej si një ëndër e largët. Fliste me mirënjohjen e dikujt që rrallë dëgjohet. Koha kalonte. Ora 2. Ora 2:05. Ora 2:10. Arta e dinte se intervista po bëhej në atë moment pa të. E dinte se dikush tjetër ishte ulur në atë karrige që duhej të ishte e saj. E dinte se mundësia e saj po ikte si rëra në përgishta. Por vazhdonte të qëndronte aty, e palëkundur, e pranishme, duke u kujdesur për atë grua që ishte një e panjohur e plot, por që në atë moment kishte nevojë për të më shumë se për çdo gjë. Më në fund, në orën 2:15, një makinë e zezë ndaloi vrullshëm para stolit. Një burr i gjatë, rreth të 40-tave, i veshur me kostum gri dhe kravatë blu, zbriti me nxitim. Fytyra e tij tregonte shqetësim, lehtësim dhe mirënjohje në të njëjtën kohë kur pa nënën e tij të ulur, mirë, të shoqëruar. Nën, burri u ul në gjunjë para zonjës Merita, duke i mbajtur duart me delikatesë. A je mirë? Më fal, duhej të kisha këmbëngulur më shumë që të mos dilje vetëm me këtë vap. Më fal. Zonja Merita buzëqeshi dobët, duke prekur fytyrën e të birit me ëmbëlsi. Jam mirë tani, dritan. Fal kësaj vajze këtu, që ishte një engjëll në jetën time sot. Të gjithë kaluan pranë meje, bir. U rrëzova në mes të rrugës dhe njerëzit më injoruan sikur të isha e padukshme. Por ajo ndaloi. Ajo u kujdes për mua kur askush tjetër nuk deshi t'ia dante. Dritani u ngrit dhe u kthye nga Arta. Sytë e tij ishin të errët, intensiv, të lodhur por në të njëjtën kohë të gjallë. E shikoi atë sikur po përpiqej të deshifronte se kush ishte ajo grua që kishte bërë atë që qindra të tjerë refuzuan ta bënin. Nuk di si t'ju falenderoj, tha ai me zë të dridhur. Ju shpëtuat nënën time. Fjalë për fjalë e shpëtuat. Po të kishte mbetur aty vetëm, t'i binte të fikët në diell, mund të kishte qenë shumë më keq. Si mund t'ju shpërblej? Më thoni emrin tuaj, ju lutem. Arta, u përgjigj ajo thjesht. Dhe nuk ka nevojë për asnjë shpërblim. Bëra atë që çdo njeri duhet të bënte. Nëna juaj kishte nevojë për ndihmë. Por nuk ishte çdo njeri që ndihmoi, këmbënguli Dritani. Ishe ti. Dhe unë nuk do të harroj kur këtë. Ju lutem, më jepni numrin tuaj të telefonit. Dua të kem mundësinë t'ju falenderoj vërtet. Arta nguroi. Një pjesë e saj donte të refuzonte, të ikte që andej, të vraponte deri te ndërtesa e intervistës, edhe pse e dinte se ishte shumë vonë. Por diçka në sinqeritetin e atij burri e bëri të pohonte me kokë. Ja diktoi numrin e celularit, të cilin Dritani e shënoi shpejt në aparatin e tij. Ai e ndihmoi nënën të ngrihej me kujdes të madh, mbështeti trupin e saj të brisht, e shoqëroi deri te makina. Para se të hynte, zonja Merita u kthye edhe një herë nga Arta. Faleminderit, bija ime. Zoti të bekoftë gjithmonë. Ti ke një zemër për të cilën bota ka nevojë. Arta thjesht përshëndeti me dorë, duke ndjerë një lëmsh në fyt. Pa makinën të largohej, duke marrë atë zonjë që për disa minuta kishte qenë përgjegjësia e saj, qëllimi i saj, zgjedhja e saj. Kur mjeti u zhduk në trafik, realiteti ra mbi të si një peshë dërmuese. Shikoi orën, 2:27 e pasdites. Intervista kishte përfunduar. Mundësia e saj kishte mbaruar. Megjithatë, eci drejt ndërtesës me një shpresë të ndrojtur, pothuajse naive. Hyri në hollin e hyrjes, u identifikua te recepcionistja, një vajzë e re me shprehje indiferente. Erdha për intervistën për asistente administrative, tha Arta me zë të ulët.
Recepcionistja verifikoi diçka në kompjuter, pastaj e shikoi me një shprehje që përziente mëshirën dhe irritimin. Intervistat kanë përfunduar. Orari ishte deri në orën 2. Ju jeni vonë. E di, por ndodhi një urgjencë. Një zonjë u ndje keq dhe më duhej ta ndihmoja. A është e mundur të rishikohet orari apo të flas me përgjegjësin? Nuk është e mundur. Vendimet janë marrë tashmë. Pozicionet u plotësuan. Më vjen keq. Ftohtësia e atyre fjalëve e preku thellë. Arta ndjeu këmbët t'i dridheshin, ajrin t'i mungonte në mushkëri, botën t'i rrotullohej paksa. U mbajt në buzën e banakut të pritjes që të mos rrëzoj aty për aty. Nuk qau. E kishte mësuar herët që lotët nuk e prekin botën. Në rregull. Faleminderit gjithsesi. Doli nga ndërtesa si një hije. Eci pa drejtim nëpër rrugë, e humbur në mendime mes pendimit, pranimit, dhimbjes dhe një paqeje të çuditshme. A kishte bërë gjën e duhur? A ja vlente të sakrifikonte të ardhmen e saj për një të panjohur? Nuk dinte të përgjigjej. Dinte vetëm që nuk do të kishte mundur të bënte ndryshe. Esenca e saj nuk e lejonte t'i kthente shpinën dikujt që kishte nevojë. Mori autobusin e kthimit me zemër të rënduar. Qyteti kalonte nëpër dritare si një film pa zë. Arriti në lagje kur dielli filloi të zbriste, duke ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë. Gjeti Borën duke luajtur në rrugë me fëmijë të tjerë, të bërë me balë, të lumtur, të pafajshme. Mami, a e more punën? Vajza vrapoi ta përqafonte. Arta buzëqeshi me forcë, i kaloi dorën nëpër flokët e së bijës. Nuk u bë këtë radhë, bija ime. Por do të bëhet herën tjetër. Bora u duke zhgënjur për një sekond, por shpejt u kthye të buzëqeshte. S'ka gjë, mami. Ti je më e mira në botë. Ato fjalë dhimbnin më shumë se çdo refuzim. Arta e përqafoi vajzën me forcë, duke ndjerë peshën e përgjegjësisë. Atë natë, pasi Bora fjeti, mbeti e ulur në dyshemen e ftohtë, duke parë tavanin e plasaritur, duke vënë në dyshim zgjedhjet e saj. Nuk e dinte se ai kishte qenë vetëm akti i parë i një historie që ishte ende larg përfundimit. Ditët që pasuan ishin më të vështira se sa Arta e kishte imagjinuar. Dhimbja e mundësisë së humbur nuk zvogëlohej, përkundrazi, rritej çdo mëngjes kur alarmi binte në orën 4:30 dhe asaj i duhej të ngrihej për një tjetër ditë pune të padukshme. Uniforma blu dukej se peshonte më shumë, udhëtimi me autobus dukej më i gjatë, orët duke pastruar tualete dhe korridore dukeshin të pafundme. Gjithçka kishte një shije të hidhur disfate. Nuk i tregoi askujt se çfarë ndodhi atë pasdite. E mbajti historinë si një sekret të dhimbshëm, një shenjë të padukshme që vetëm ajo mund ta ndjente. Pastrueset e tjera ankoheshin për punën, për rrogën që vonohej, për mbikëqyrësit e vrazhd, dhe Arta thjesht pohonte në heshtje, duke u shtirur sikur jeta e saj nuk kishte qenë aq afër ndryshimit për t'u shembur pastaj plotësisht. Natën, kur Bora flinte, Arta kthehej të ulej në dyshemen e ftohtë dhe shikonte celularin e vjetër, duke menduar të fillonte përsëri dërgimin e biografive, por motivimi thjesht nuk vinte. Ndihej e mposhtur në një mënyrë tjetër, sikur universi i kishte treguar qartë se nuk kishte rëndësi sa përpiqej, njerëzit si ajo nuk ishin krijuar për të pasur zgjedhje më të mira. Kaluan 3 ditë nga intervista e humbur. 3 ditë rutine mekanike, mendimesh në rreth dhe një trishtimi të heshtur që Arta e mbante si një peshë të padukshme. Në mëngjesin e ditës së 4, ndërsa pastronte tualetin e katit të 12, celulari i saj ra brenda çantës që e kishte lënë në karrocën e pastrimit. Zhurma e trembi. Askush nuk i telefononte asaj, përveç shkollës së Borës kur kishte ndonjë problem, ose vetë kompanisë së pastrimit kur ndryshonin oraret pa njoftim. Hoqi dorezat prej gome, fshiu duart e lagura në uniformë dhe mori aparatin. Numri ishte i panjohur. Nguroi për një sekond para se të përgjigjej, duke menduar se mund të ishte ndonjë mashtrim ose thirrje automatike. Alo? Arta? Zëri nga ana tjetër ishte mashkullor, i rënd, i edukuar. Atë zë ajo e njohu menjëherë edhe pse e kishte dëgjuar vetëm një herë ditë më parë, në një pasdite që kishte ndryshuar gjithçka. Po, unë jam, u përgjigj ajo, duke ndjerë zemrën t'i rrite fort pa e kuptuar arsyen. Këtu është Dritani. Unë njohem javën e kaluar kur ndihmove nënën time, zonjën Merita. A më mban mend? Si mund t'ju harroj? Sigurisht që ju mbaj mend, po. Si është nëna juaj?
A u përmirësua mirë? Është shumë mirë, fal teje. Shiko, e di që kjo mund të duket e çuditshme, por duhet të flas me ty personalisht. Ka diçka shumë të rëndësishme që dua të diskutojmë. A mund të takohemi sot pas punës tënde? Arta mbeti në heshtje për disa sekonda, duke u përpjekur të procesonte atë kërkesë të papritur. Një pjesë e saj dyshonte. Askush nuk I telefononte njerëzve si ajo me propozime të rëndësishme. Por kishte diçka në sinqeritetin e atij zëri që e bëri të besonte se nuk ishte mashtrim as shaka. Mundemi, po. Mbaroj në orën 3 të pasdites. Ku mund të takohemi? Dritani sugjeroi një kafene në qendër të Tiranës, një vend ku Arta nuk kishte hyrë kurrë por kishte kaluar para saj 10 herë. Ran dakord për orën. Ai e falenderoi dhe mbylli telefonin. Arta mbeti e palvizur në korridorin e ndërtesës tregtare, duke mbajtur celularin, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë sapo kishte ndodhur. Një ndjenje e çuditshme përziente frikën dhe pritshmërinë, sikur diçka ishte gati të ndryshonte, por ajo nuk e dinte nëse për mirë apo për keq. Pjesa tjetër e ditës kaloi si në ngadalësim. Arta pastroi katet me mendjen larg, duke provuar në mendje se çfarë do të thoshte në takim, duke imagjinuar se çfarë mund të donte Dritani. Ndoshta thjesht të falenderonte personalisht në një mënyrë më të detajuar. Ndoshta të ofronte disa para si shpërblim, të cilat ajo do t'i refuzonte me mirësjellje sepse nuk e kishte bërë atë për interes. Apo ndoshta ishte diçka krejtësisht tjetër që imagjinata e saj nuk arrinte ta kapte. Në orën 3 fiks, ndërroi uniformën me veshjen e thjesht, rregulloi flokët, buri buzëkuqin e lehtë dhe doli nga ndërtesa me zemrën që I rrite shpejt. Mori autobusin deri në qendër, eci nëpër rrugët e zhurmshme derisa gjeti kafenene që Dritani kishte treguar. Ishte një vend I vogël por elegant, me tavolina druri, karrige komode, erë kafeje të sapo përgatitur dhe një ndriçim të butë që krijonte një atmosferë mikpritëse. Arta u ndje e pavend sapo hyri. Identifikoi Dritanin të ulur në një tavolinë në fund, pranë dritares. Ai mbante një këmishë zyrtare blu të hapur pa kravat, kishte një qëndrim të drejtë, konfident, por fytyra mbante një shprehje të butë që zbushte çdo frikë që prania e tij mund të shkaktonte. Kur pa Artën, u ngrit menjëherë dhe e përshëndeti me dorë, duke buzëqeshur në mënyrë të sinqertë. Arta, sa mirë që erdhe. Ulu këtu, të lutem. Do të porositësh diçka? Kafe, lëng, një copë kek? Ndihesh si në shtëpinë tënde. Ajo kërkoi vetëm një kafe turke, të thjeshtë, më të lirën në meni. Dritani insistoi që ajo të porosiste edhe diçka për të ngrënë, por Arta refuzoi me edukat, duke u ndjerë në siklet nga bujaria e tepërt. Kur erdhi kafja, ajo e mbajti filxhanin me të dyja duart, duke pritur që ai të fillonte të fliste. Dritani mori frym thellë, sikur po organizonte mendimet para se të fillonte. E shikoi drejt për drejt Artën me ata sy të errët dhe intensiv, dhe filloi të fliste me një seriozitet që e zuri atë në befasi. Arta, të thira këtu sepse duhet të tregoj diçka. Që nga ajo ditë, nëna ime nuk pushon se foluri për ty ja tregon çdo kujt që takon, e përsërit historinë 10 herë, çan kur kujton momentin kur ti ndalove për ta ndihmuar ndërsa të gjithë kalonin drejt. Për të, ti ishe një engjëll. Dhe e di diçka? Jam plotësisht dakord. Arta uli syt, e turpëruar. Unë bëra vetëm atë që çdo njeri I rregull do të bënte. Por nuk ishte çdo njeri që e bëri, insistoi Dritani me vendosmëri. Ishin 10, ndoshta qindra njerëz që kaluan pranë saj pa ndaluar. Ti ishe e vetmja. Dhe më e pabesueshmja është se nëna ime më tregoi që ti ishe qartësisht me nxitim, që dukej se po shkoje në ndonjë vend të rëndësishëm. A është e vërtet kjo? Arta nguroi. E vërteta dhimbët shumë për t'u thënë me zë të lartë, por diçka në mënyrën se si Dritani e shikonte, me respekt të sinqert dhe kuriozitet të vërtet, bëri që fjalët të dilnin para se ajo t'i ndalte. Isha duke shkuar në një intervistë pune. Një pozicion që mund të ndryshonte gjithë jetën time. Arrita vonë për shkak të asaj që ndodhi dhe e humba mundësinë. Pozicionet ishin plotësuar tashmë kur arrita. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Dritani mbylli syt për një moment, sikur po thithte peshën e atij informacioni. Kur I hapi përsëri, kishte diçka tjetër në vështrimin e tij. Një përzierje admirimi, trishtimi dhe vendosmërie.
Ti sakrifikove mundësinë tënde për të ndryshuar jetën për të ndihmuar një të panjohur, tha ai me zë të ulët, pothuajse për veten e tij. Kjo është diçka që nuk e kam parë kurrë në gjithë vitet e mia duke punuar me njerëz. Dhe unë punoj me shumë. Jam drejtor i burimeve njerëzore në një kompani të mesme këtu në Tiranë. Bëj intervista, punësoj punonjës, vlerësoj kandidatët gjatë gjithë kohës. Di të njoh talentin teknik, përvojën, arsimimin. Por karakterin? Kjo është e rrallë. Shumë e rrallë. Arta nuk dinte çfarë të thoshte. Thjesht mbante filxhanin e kafes, duke ndjerë nxehtësinë kundrejt duarve të saj të ashpra. Dritani vazhdoi, tani me më shumë intensitet në zë. Kalova ditët e fundit duke menduar për këtë. Nëna ime është 82 vjeçe, Arta. Ajo rriti 3 fëmijë e vetme pasi babai na la. Punoi gjithë jetën si roba qepse, zgjoi në agim, qepte deri në orët e vona, duroi poshtërime, mos respekt, rroga të vonuara. E njoh mirë atë histori lufte sepse jetova pranë saj. Sot ajo është në pension, jeton me mua, dhe mendova se më në fund do të mund të kujdesesha për të siç duhet, të garantoja që të mos kalonte më vështirësi. Por nuk mund ta kontrolloj botën jashtë. Nuk mund të garantoj që njerëzit ta trajtojnë me dinjitet kur ajo del vetëm në rrugë. Bëri një pauzë, mori frymë thellë, vazhdoi. Kur mora vesh se çfarë ndodhi, që ajo u rrëzua në mes të bulevardit dhe dhjetëra njerëz thjesht e injoruan, ndjeva një zemërim të thellë. Një revolt kundër këtij qyteti, kundër kësaj bote që u mëson njerëzve të jenë të ftohtë, egoist, indiferent ndaj vuajtjes së tjetrit. Por në të njëjtën kohë, ti më dhe shpresë. Sepse ti ekziston. Sepse në mes të gjithë kësaj ftohtësie, ka ende njerëz si ti, Arta, ndjeu syt ti mbusheshin me lot, por nuk i la të rridhnin. Nuk dinte si të sillej me lëvdatat, nuk ishte mësuar të shihej në atë mënyrë. Dritani u anon përpara, duke mbështetur krahët në tavolinë, duke e shikuar drejt për drejt. Dua të bëj një propozim. Dua të ofroj një punë në kompaninë time. Zemra e Artës ndaloi për një sekondë. Nuk mund ta kishte dëgjuar mirë. Puliti syt disa herë, duke u përpjekur të procesonte ato fjalë që dukeshin shumë të pamundura për të qenë reale. Si tha, arriti të pyeste me zë që i dridhej. Një punë, përsëriti Dritani me qartësi. Një pozicion në sektorin administrativ me kontratë të rregullt, pagë fikse, sigurime të plota, orar zyrtar. Do të filloje si asistente, por do të kishe trajnime, mundësi rritjeje, një plan karriere real. Nuk është lëmosh, Arta. Nuk po ta ofroj këtë nga mëshira. Po ta ofroj sepse besoj se njerëzit me karakterin tënd janë saktësisht lloji i profesionistit që çdo kompani duhet të dojë të ketë. Arta nuk mundi t'i mbante lotët që filluan të rridhnin nëpër fytyrë. Vuri duart në fytyrë duke u përpjekur t'i fshite, por ishte e pamundur. A ishte kjo reale? Apo ishte thjesht një ëndër mizore që do ta zgjonte në dyshemen e ftohtë, përsëri në realitetin e ashpër dhe të pamëshirshëm? Dritani i shtyu një pecet letre nëpër tavolinë, priti me durim derisa ajo u qetësua. Kur Arta më në fund arriti të fliste, zëri i saj ishte i mbytur, i thyer. Nuk di çfarë të them. Nuk di nëse e meritoj këtë. Unë nuk kam arsim universitar, nuk kam përvojë në zyrë, nuk e di nëse do t'ja dal. Do të mësosh, tha Dritani me bindje. Unë kam intervistuar qindra njerëz, Arta. Njerëz me diploma mbresëlënëse, biografi të përsosura, përgjigje të mësuara për mendësh. Por e di çfarë kuptova. Teknikën e mësojmë. Kompetencën e zhvillojmë. Por karakterin? Karakteri nuk mësohet. Ose njeriu e ka, ose nuk e ka. Dhe ti e ke. Kjo u bë e qartë atë pasdite kur ti zgjodhe të ndihmoje nënën time edhe pse e dihet çmimin që do të paguaje. Arta fshiu lotët me pecet, mori frymë thellë duke u përpjekur të qetësohej. Ende nuk mund të besonte plotësisht, por diçka brenda saj filloi të zgjohej. Një shkëndij shprese që ajo mendonte se ishte shuar plotësisht. Kur mund të filloj, pyeti ajo, zëri i saj ende i dridhur por tani i mbushur me një vendosmëri që nuk e kishte ndjerë prej ditësh. Të hënën e ardhshme, nëse pranon. Do të jap të gjitha detajet, adresën e kompanisë, orarin, gjithçka që duhet të dish. Dhe shiko, ka edhe diçka tjetër. Dritani nxori një zarf të bardhë nga xhepi i brendshëm i këmishës dhe e vendosi mbi tavolinë. Nëna ime insistoi që të ta jepja këtë.
Janë disa rroba zyrtare që ajo bleu për ty, sepse tha që një grua punëtore si ti meriton ta filloj punën e re me rroba të përshtatshme. Mos e refuzo, të lutem. Për të, kjo është shumë e rëndësishme. Arta e shikoi zarfin sikur të ishte objekti më i çmuar në boll. E mori me duart që i dridheshin duke ndjer peshën e lehtë të letrës, por peshën e madhe të kuptimit pas atij gjesti. Dikush kishte menduar për të. Dikujt i ishte bërë vonë. Pas një jete të tërë duke qenë e padukshme, më në fund po shihej. Nuk di si t'ju falenderoj, tha ajo me zë të dridhur. Ju as nuk më njihni mirë dhe po bëni gjithë këtë. Ne njohim mjaftueshëm, u përgjigj Dritani duke buzëqeshur. Dhe mund të jesh e sigurt për një gjë, ti nuk do të na zhgënjesh. Kam siguri të plot për këtë. Biseduan edhe për disa minuta për detajet praktike. Dritani i shpjegoi rutinën e kompanisë, llojin e punës që Arta do të bënte fillimisht, njerëzit me të cilët do të punonte, rrogën që do të merrte. Çdo fjalë dukej si një tull që ndërtonte një urë mes humnerës ku ajo ndodhej dhe të ardhmes që kur nuk kishte guxuar ta ëndërronte vërtet. Kur më në fund u ndante dera e kafenes, Dritani i shtrëngoi dorën Artës me vendosmëri dhe e shikoi drejt për drejt në sy. Shihemi të hënën, Arta. Mirë se erdhe në ekip. Ajo doli që andej duke fluturuar. Eci nëpër rrugët e qendrës pa ndjer peshën në këmbë, pa vënë re vapën, pa vënë re kaosin rreth e rrotull. Hyri në autobusin plot duke buzëqeshur, një shprehje aq e pazakontë në fytyrën e saj sa disa njerëz e shikuan me kuriozitet. Arriti në lagje kur dielli po perëndonte, duke ngjyrosur qiellin me tone portokalli që kur nuk i ishin dukur aq të bukura. Bora po vizatonte e ulur në shkallën e derës kur pa mamin të vinte. U ngrit duke vrapuar, i përqafoi këmbët me forcë. Mami, ti dukesh ndryshe sot. Pse? Arta u ul në gjunjë, doli në lartësinë e vajzës, i mbajti fytyrën me të dyja duar. Kam një lajm shumë të mirë për të dhënë, bija ime. Mami gjeti një punë të re. Një punë të vërtet, me kontratë, me rrogë çdo muaj. Jeta jon do të përmirësohet, Bora. Të premtoj që do të përmirësohet. Vajza nuk e kuptoi plotësisht kuptimin e atyre fjalëve, por ndjeu emocionin në zërin e mamas dhe buzëqeshi, duke e përqafuar me gjithë forcën që krahët e saj të vegjël lejonin. Atë natë, Arta nuk fjeti. Qëndroi zgjuar duke parë tavanin e plasaritur, por këtë herë jo me trishtim, por me një pritshmëri anktioze. Mendoi për gjithçka që kishte ndodhur ditët e fundit. Intervista e humbur që dukej si fundi i gjithçkaje. Gjesti për të ndihmuar zonjën Merita që dukej si një sakrificë e kohë. Dhe tani, kthesa e papritur që e shndërronte atë dhimbje në shpëtim. A thua bota vërtet e shpërblente mirësinë? Apo ajo ishte thjesht një përjashtim i rrallë, një mrekulli e pamundur që nuk do të përsëritej? Nuk dinte të përgjigjej. Dinte vetëm që duhej ta kapte atë shans me të gjitha forcat, të vërtetonte që Dritani nuk kishte gabuar duke pasur besim tek ajo, të tregonte që njerëzit si ajo meritonin mundësi po aq sa çdo njeri tjetër me diploma dhe mbiemra të rëndësishëm. E diela kaloi në përgatitje anktioze. Arta lau dhe hekurosi rrobat që zonja Merita i kishte blerë. Ishin pjesë të thjeshta por të bukura, të përshtatshme për një ambient zyre, shumë më të mira se çdo gjë që ajo zotëronte. Provoi secilën, u pa në pasqyrën e thyer duke u përpjekur të njihte veten në atë imazh të ndryshëm. Nuk ishte më thjesht një pastruese e padukshme. Ishte një grua gati për të pasur një shans real për të ndërtuar diçka më të mirë. Të hënën u zgjua edhe më herët se zakonisht. U rregullua me kujdes të madh, i kapi flokët në një topuz elegant, veshi një nga rrobat e reja, veshi këpucët e sheshta që kishte blerë në një dyqan të përdorurash. U nda nga Bora me një puthje të gjatë, e la nën kujdesin e fqinjes që e ndihmonte gjithmonë, dhe doli nga shtëpia me zemrën që i rrite aq fort sa dukej sikur do t'i dilte nga gjoksi. Rruga deri te kompania u duk e pafundme dhe në të njëjtën kohë shumë e shpejtë. Kur më në fund arriti para ndërtesës, një godinë tregtare 12 katëshe me fasadë moderne në zonën e bulevardit, dëshmorët e kombit, Arta ndaloi për një moment vetëm duke e vëzhguar. Atje ishte jeta e saj e re. Atje ishte dera që u hap kur të gjitha të tjerat dukej se ishin mbyllur. Hyri në hall, u identifikua në recepcion, mori një kartë të përkohshme vizitori dhe u udhëzua të ngjitej në katin e 8. Ashensori ngjitej ngadalë, çdo kat që kalonte ia shtonte ankthin.
Kur dyert u hapën, gjeti dritanin duke e pritur me një buzëqeshje mikpritëse. Pikërisht në kohë, shenja e shkëlqyer. Eja, do të prezantoj me ekipin. Ditët e para ishin një udhëtim emocionesh. Arta zgjoi para se të binte alarmi, rregulloi me kujdes të imtësishëm, merrte autobusin ende në agim, por këtë herë me një destinacion krejtësisht të ndryshëm. Nuk do të pastronte më tualete dhe korridore. Do të punonte në një zyrë, do të ulej në një tavolinë të sajën, do të përdorte një kompjuter, do të ishte pjesë e një ekipi. Ndjenja ishte aq surreale sa ndonjëherë i duhej të piçkonte veten për t'u siguruar që nuk po ndëronte. Ekipi i sektorit administrativ ishte i vogël por mikpritës. Ishte Liridona, një grua rreth të 40-tave, me flokë të shkurtër të lyer biond, gjithmonë e buzëqeshur dhe e gatshme për të mësuar të tjerët. Ishte ajo që mori rolin e mentes së Artës, duke i shpjeguar çdo proces, çdo sistem, çdo detaj të funksionimit të asaj bote të re. Ishte edhe Besniku, një djalë i ri rreth 25 vjeç, i diplomuar në administrim, i cili fillimisht e shikoi Artën me një lloj dyshimi, duke pyetur veten se si dikush pa arsim universitar kishte fituar atë pozicion. Në ditët e para, Arta bëri gabime. Klikonte në butonat e gabuar të sistemit, i duhej më shumë kohë se sa duhej për të përfunduar detyra të thjeshta, bënte pyetje që për të tjerët dukeshin të qarta. Çdo gabim e bënte të ndjente një therje pasigurie, frikën konstante se mos zhgënjente dritanin, se mos vërtetonte që ndoshta ai ishte gabuar duke pasur besim tek ajo. Por Liridona ishte e duruar, i përsëriste shpjegimet sa herë që ishte e nevojshme, e inkurajonte Artën të mos kishte frikë nga gabimet. Po ecën shumë mirë, thoshte Liridona me sinqeritet. Për dikë që nuk ka punuar kur në zyrë, ti mëson shpejt. Vetëm duhet të kesh më shumë besim te vetja. Por besimi ishte i vështirë për t'u ndërtuar. Arta mbante vite poshtërimesh, vite duke u trajtuar si e dorës së dytë, duke dëgjuar se vendi i saj ishte vetëm të pastronte papastërtitë e të tjerëve. Ndryshimi i imazhit për veten ishte më i vështirë se mësimi i përdorimit të kompjuterit. Dritani shfaqej her pas here në sektor, gjithmonë duke ruajtur një qëndrim profesional, duke e trajtuar Artën saktësisht siç trajtonte punonjësit e tjerë. Nuk kishte favorizime, nuk kishte mbrojtje të tepërt. Ai kishte besuar tek ajo dhe tani priste që ajo të vërtetonte vlerën e saj me forcat e veta. Arta e vlerësonte këtë qëndrim. Nuk donte të shihej si e përkëdhelura e shefit, donte të njihej për meritën e saj. Kaloi një muaj. Arta tashmë nuk bënte më gabimet bazë të fillimit. Zotëronte sistemet, kryente detyrat e saj me efikasitet në rritje, fillonte të ndjehej pjesë e atij realiteti që më parë dukej aq i largët. Rroga e muajit të parë erdhi në llogarinë bankare që ajo kishte hapur posaçërisht për këtë, dhe kur pa vlerën e depozituar, Arta u ul në krevatin e saj dhe qau. Nuk ishin shumë para për standardet e njerëzve të tjerë, por për të përfaqësonin dinjitet, stabilitet, mundësinë për të planifikuar të ardhmen. Me rrogën e parë, pagoi faturat e prapambetura, bleu ushqim të vërtet për të mbushur frigoriferin pothuajse gjithmonë bosh, çoi borën të hante në një restorant të thjeshtë ku vajza kërkoi një pjatë makarona dhe hëngri duke buzëqeshur deri në vesh. Bleu fletore të reja, lapsa me ngjyra, një çantë shpine që e bija e donte aq shumë. Çdo blerje ishte një akt shpëtimi, një provë që sakrifika ia vlente, që zgjedhja për të ndihmuar zonjën Merita kishte hapur një derë që ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se ekzistonte. Në kompani, filloi të vërej diçka që më parë i shpëtonte. Dritani respektohej nga të gjithë, por kishte një lloj tensioni rreth tij. Zbuloi përmes bisedave me Liridonën se ai ishte nën presion nga bordi drejtues. Kompania po kalonte një moment ristrukturimi, kishte objektiva agresiv për t'u përmbushur, po konsideroheshin shkurtime të personelit, një atmosferë pasigurie varej mbi të gjithë. Një ditë, në fund të orarit, Arta po organizonte tavolinën e saj kur vuri re se Dritani ishte ende në zyrën e tij me derën hapur, duke parë ekranin e kompjuterit me një shprehje të lodhur dhe të shqetësuar. Të gjithë kishin ikur tashmë. Ajo nguroi, mendoi të largohej pa e shqetësuar, por diçka e bëri të ecte deri te dera e zyrës së tij. Trokit lehtë në kornizën e derës. A mund të hyj? Dritani ngriti syt, u duki surprizuar që e pa atë ende aty. Sigurisht, Arta. Hyr. A ndodhi diçka? Ajo hyri, qëndroi në këmbë para tavolinës së tij, pak e zënë ngushtë. Jo, gjithçka është mirë. Vetëm desha të dija nëse jeni mirë ju. Vura re se jeni më i lodhur kohët e fundit.
Dritani buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e lodhur, pa shkëlqimin e zakonshëm. Bëren shumë gjëra, apo jo? Ulu, të lutem. Arta u ul në një nga karriget përballë tavolinës, duke pritur që ai të fliste. Po kaloi një moment të komplikuar këtu në kompani, filloi Dritani, duke kaluar dorën nëpër flok me një gjest lodhjeje. Bordi po bën presion për rezultate, duan të ulin kostot, po vën në dyshim disa nga vendimet e mia dhe një nga vendimet më të diskutuara ishte pikërisht punësimi yll. Artës i u rrotullua stomaku. Punësimi im? Po. Disa drejtorë mendojnë se të punësova për arsye personale, jo profesionale. Thonë se ishte impuls emocional, jo strategji biznesi. Po më kërkojnë të vërtetoj se ishte një vendim i mirë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Arta ndjeu peshën e përgjegjësisë mbi shpatullat e saj. Nuk ishte vetëm për të. Ishte për besueshmërinë e Dritanit, për besimin që ai kishte pasur tek ajo. Unë do ta vërtetoj, tha ajo me zë të fortë, duke surprizuar veten për vendosmërinë. Do të punoj më shumë se kushto, do të mësoj gjithçka që është e nevojshme, do të tregoj që ju nuk gabuat duke më punësuar. Nuk do të lejoj që të më përdorin për t'ju dëmtuar juve. Dritani e shikoi me një shprehje që përziente mirënjohjen dhe admirimin. E di që do ta bësh, Arta. Nuk kam dyshuar kur në këtë. Por nuk dua të ndjesh shumë presion. Ti tashmë po bën një punë të shkëlqyer. Nuk është presion, është angazhim. Ju besuat tek unë kur askush tjetër nuk do të besonte. Tani është radha ime t'ju a kthej. Në ditët në vijim, Arta intensifikoi ritmin e saj të punës. Arrinte më herët, ikte më vonë, ofroi vullnetare për detyra shtesë, studionte në shtëpi duke përdorur video në internet për të mësuar më shumë mbi administrimin dhe proceset e biznesit. Liridona e vuri re ndryshimin dhe u përpoq ta këshillonte të mos mbingarkohej, por Arta ishte e vendosur. Nuk ishte vetëm për të mbajtur punën. Ishte për të nderuar besimin e dikujt që kishte rrezikuar reputacionin e tij për të. Ishte në këtë periudhë që njohu Venerën, menaxheren komerciale të kompanisë. Venera ishte një grua rreth të 38-ave, e gjatë, gjithmonë e veshur në mënyrë të përsosur me rroba marke, flok të drejtë dhe të rregulluar mirë, grim të përsosur. Kishte një qëndrim superioriteti që shqetësonte shumë punonjës, por ishte padyshim kompetente në punën e saj. Kishte ardhur në kompani disa muaj para Artës dhe shpejt kishte fituar besimin e një pjese të bordit me rezultate mbresëlënëse në shitje. Venera dhe Dritani mbanin një marrëdhënie profesionale të tensionuar. Ajo vuri në dyshim shumë nga vendimet e tij, kryesisht ato që lidheshin me burimet njerëzore, duke argumentuar se kompania kishte nevojë për më shumë agresivitet komercial dhe më pak shqetësim për çështjet humane. Kur mori vesh për punësimin e Artës dhe rrethanat pas saj, Venera nuk e fsheu mosmiratimin e saj. Një ditë, Arta ishte në dhomën e kafes duke përgatitur një kafe kur hyri Venera. Ambienti u bë menjëherë i ftohtë. Menaxherja e shikoi Artën nga lart poshtë, me një shprehje që përziente përbuzjen dhe kuriozitetin. Ti je ajo Arta e famshme, apo jo? Ajo që Dritani e punësoi sepse ndihmoi nënën e tij në rrugë? Arta mori frym thellë, ruajti qetësinë. Jam Arta, po. Asistente administrative. Venera buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e ftohtë, e llogaritur. Interesante. Kur nuk kam parë një kompani të punësoj dikë për zemër të mirë. Zakonisht ne punësojmë për kompetencë, arsimim, përvojë. Por çdo kush ka metodën e tij, apo jo? Fjalia ishte një sulm i maskuar si vëzhgim i rastësishëm. Arta ndjeu zemërimin t'i ngjitej, por u kontrollua. Nuk do t'i jepte Venerës kënaqësinë ta shihte duke humbur qetësinë. Jam këtu për të vërtetuar kompetencën time çdo ditë, u përgjigj ajo me zë të fortë. Dhe deri tani, mendoj se po ja dal. Venera mori filxhanin e saj të kafes, piu një glënik, vazhdoi ta shikonte Artën me atë shprehje superiore. Do ta shohim për sa kohë. Gjërat po ndryshojnë këtu. Kompania ka nevojë për rezultate, jo për projekte sociale. Doli nga dhoma e kafes duke e lënë Artën vetëm, me duart që i dridheshin lehtë nga zemërimi i mbajtur. Ai takim e bëri të qartë se kishte forca që punonin kundër saj, njerëz që do të donin ta shihnin të dështonte për të vërtetuar një pikpamje. Atë natë, Arta bisedoi me Liridonën për atë që kishte ndodhur. Kolegia Pshertiu zgjodhi fjalët me kujdes. Venera është e komplikuar.
Ajo është shumë kompetente, këtë askush nuk mund ta mohojë, por është edhe jashtëzakonisht ambicioze dhe nuk e ka problem të shkelë mbi të tjerët për t'u ngjitur. Kam dëgjuar se ajo ka interes të marrë një pozicion më të madh në kompani, ndoshta edhe postin e dritanit. Prandaj po përpiqet të minojë besueshmërinë e tij. Arta ndjeu një shtrëngim në gjoks. Dhe unë jam një mënyrë për ta bërë këtë? Ti u bëre një simbol, shpjegoi Liridona. Nëse arrin të vërtetoj se Dritani mori një vendim të keq duke të punësuar, ajo do bëson pozicionin e tij para bordit. Është politikë korporative, Arta. Nuk është personale kundër teje, por fatkeqësisht ti je në mes të kësaj lufte. Arta doli nga ajo bisedë me një kuptim më të qartë të situatës. Nuk ishte vetëm për të vërtetuar se meritonte të ishte aty. Ishte për të mbjetuar në një fushëbetejë korporative ku njerëzit luanin me jetët e të tjerëve sikur të ishin gur shahu. Në javët në vazhdim, tensioni në kompani u rrit. Thashë theme për shkarkime qarkullonin nëpër korridore. Venera i prezantoi bordit një projekt agresiv të uljes së kostove që përfshinte reduktimin e personelit në disa sektorë. Dritani përpiqej të mbronte ekipin e tij duke argumentuar se shkarkimi i njerëzve në momente krize vetëm sa do të përkeqësonte klimën organizative dhe produktivitetin në afatgjat, por zëri i tij ishte gjithmonë e më i izoluar. Arta e shihte Dritanin gjithmonë e më të lodhur, më të tensionuar. Një pasdite, ajo e pa atë duke dalë nga një mbledhje e bordit me një shprehje të mposhtur që nuk e kishte parë kurrë më parë. Ai kaloi drejt nëpër korridor pa përshëndetur askënd, hyri në zyrën e tij dhe mbylli derën. Disa minuta më vonë, Liridona mori një mesazh ku kërkoi që Arta të shkonte atje. Kur hyri, gjeti Dritanin të ulur pas tavolinës, duke parë nga dritarja me një shprehje të largët. Ati ju deshën disa sekonda para se të kthehej nga ajo. Ulu, Arta. Ajo ul, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngoi. E dinte që nuk ishin lajme të mira. Dritani mori frym thellë, dukej se po zgjidhte fjalët me kujdes. Bordi mori një vendim. Do të implementojnë planin e shkurtimeve të Venerës. Disa punonjës do të shkarkohen në ditët në vijim. Dhe emri yt është në listë. Arta ndjeu sikur dyshemeja u zhduk nën këmbët e saj. Fjalët nuk i vinin. Thjesht shikonte Dritanin duke u përpjekur të procesonte atë informacion shkatërues. Unë luftova, Arta. Luftova me të gjitha forcat për të mbajtur. Argumentova, tregova numrat, tregova evolucionin tënd, performancën tënde. Por ata thonë se funksioni yt mund të absorbohet nga punonjësit e tjerë, që nuk është mjaftueshëm strategjik për të justifikuar mbajtjen në një moment shkurtimesh. Dhe pas gjithë këtij argumentimi teknik, e di që është politik. Është Venera që kërkon të më dobësoj mua. Arta gëlltiti lëmshin në fyt, luftoi kundër lotëve që donin të dilnin. Sa kohë kam? 2 javë. Do të njoftojnë zyrtarisht nesër, por desha të lajmëroja vetë më parë. Arta, më vjen shumë keq. Vërtet më vjen shumë keq. Ti nuk e meriton këtë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, e mbushur me frustrim, pa drejtësi dhe pa fuqisë. Arta më në fund arriti të fliste, zëri i saj i dridhur por i kontrolluar. Faleminderit që më lajmëruat. Dhe faleminderit që luftuat për mua. E di që bëtë atë që mundet. U ngrit për të dalë, por Dritani e thirri. Arta, prit. Ky nuk është fundi. Do të gjej një mënyrë për të ndihmuar. Cunoj njerëz në kompani të tjera, mund të bëj rekomandime, të shkruaj letra rekomandimi. Ti nuk do të kthehesh atje ku ishe më parë. Ta premtoj këtë. Ajo thjesht pohoi me kokë, nuk kishte besim të zëri i saj për të thënë asgjë tjetër. Doli nga zyra, u kthye te tavolina e saj, u përpoq të vazhdonte punën, por duart i dridheshin mbi tastier. Gjithçka po shpërbëhej përsëri. Shpresa që ishte rritur në javët e fundit po shtypej nga realiteti mizor i një bote ku politika dhe pushteti kishin më shumë rëndësi se merita dhe përpjekja. Atë natë, Arta nuk i tregoi asgjë Borës. U shtir sikur gjithçka ishte mirë, përgatiti darkën, ndihmoi vajzën me detyrat e shtëpisë, e vuri në gjumë. Vetëm kur u sigurua që e bia flinte thellë, lejoi që lotët më në fund të rridhnin. Qau në heshtje, e ulur në dyshemen e ftohtë, duke përqafuar gjunjët e saj, duke ndjerë peshën e padrejtësisë, të pafuqisë, të dëshpërimit. Kishte provuar shijen e një jete tjetër.
kishte ndjerë se çfarë ishte të zgjoheshe me qëllim, të punoje me dinjitet, të merrje një rrogë të drejtë, të kishe shpresë për të ardhmen. Dhe tani e gjithë kjo po i shkulej përsëri. Jo nga paftësia. Jo nga gabimi. Por nga lojrat e pushtetit që ajo mezi i kuptonte. Mendoj të dorëzoj. Mendoj se ndoshta vendi i saj vërtet ishte tjetër kund, që njerëzit si ajo nuk ishin krijuar për këtë botë korporative plot me grindje dhe strategji. Por pastaj shikoj Borën duke fjetur, aq e pafajshme, aq e varur prej saj, dhe e diti se dorëzimi nuk ishte opsion. Kur nuk kishte qenë. Të nesërmen, mori njoftimin zyrtar të shkarkimit. U thirr në burimet njerëzore, dëgjoi shpjegimet teknike dhe të ftohta mbi ristrukturimin, reduktimin e kostove, vendimet strategjike. Nënshkroi letrat e nevojshme, mori informacionet mbi të drejtat e saj dhe doli nga ajo zyrë me ndjenjen se po jetonte një makt të përsëritur. Liridona e përqafoi kur e mori vesh, me lot në sy. Kjo është aq e padrejtë, Arta. Ti nuk e meritove. Askush këtu nuk e meritoi, por veçanërisht ti jo. Besniku, i cili në fillim e kishte shikuar me dyshim, erdhi gjithashtu te tavolina e saj. Mësova shumë duke të parë duke punuar. Ti je një nga njerëzit më të përkushtuar që kam parë. Ata po bëjnë një gabim gjigant. Lëvdatat dhimbnin më shumë se heshtja. Sepse konfirmonin atë që ajo tashmë e dinte, nuk po shkarkohej për paftësi, por nga forca që nuk mund t'i kontrollonte. Në ditët në vijim, vazhdoi të punonte deri në ditën e saj të fundit, duke ruajtur të njëjtin përkushtim si gjithmonë. Nuk do të largohej që andej duke lënë vend për kritika, nuk do t'i jepte Venerës kënaqësinë ta shihte duke u shpërbër. Nëse do të dilte me kokën lart. Dritani shmangte takimin me të nëpër korridore, qartësisht i munduar nga situata. Kur më në fund u takuan në ditën e fundit, ai e thiri në zyrën e tij për një bisedë private. Arta, unë vazhdoj të kërkoj mundësi për ty, kam folur me disa kontakte, kam dërguar biografinë tënde te njerëz të besuar. Nuk do të lë vetëm. Ajo e falenderoi, por në fund ndjente një lodhje të thellë. Sa herë do t'i duhej të rifillonte? Sa herë jeta do ta hidhte lart vetëm për ta rrëzuar pastaj me edhe më shumë forcë? Kur doli nga ndërtesa për herë të fundit, duke mbajtur një kuti me pak sende personale, Arta shikoi pas për herë të fundit. Atje mbetej një pjesë e historisë së saj, një periudhë e shkurtër por intensive ku kishte besuar se mund të ishte ndryshe. Tani duhej të gjente forca për të ecur përpara edhe një herë, pa e ditur se nga do të vinin ato forca. Javët që pasuan ishin më të vështirat që Arta kishte kaluar në shumë kohë. Kthimi në realitetin e mëparshëm, pasi kishte provuar diçka më të mirë, ishte si të bieshe nga një lartësi e madhe dhe të ndjeje çdo kock duke u thyer në përplasje. Dhimbja nuk ishte vetëm financiare, ishte emocionale, ishte ekzistenciale. Ishte ndjenja e hidhur se nuk kishte rëndësi sa përpiqeshe, bota gjithmonë do të gjente një mënyrë për të shtyrë mbrapsht në vendin nga I cili përpiqeshe të dilje. U kthye të dërgonte biografi, të zgjohej në agim për të bërë punë pastrimi të rastësishme, të pranonte punë të përkohshme që paguanin më pak se gjysmën e asaj që fitonte më parë. Paratë që kishte kursyer nga rroga shkriheshin shpejt me shpenzimet bazë. Bora e vinte re ndryshimin në humorin e mamas, trishtimin që Arta përpiqej ta fshite, por që dukej në sytë e lodhur, në heshtjet e gjata, në netët kur qëndronte zgjuar duke parë asgjën. Dritani e mbajti fjalën. Telefononte rregullisht, dërgonte mundësi pune, shkruante letra rekomandimi, përdorte kontaktet e tij për të hapur dyer. Por tregu ishte I vështirë, kompanitë shkurtonin vendet e punës në vend që të hapnin të reja, dhe mbajtja në biografi e një përvoje aq të shkurtër në një kompani të vetme nuk u bënte përshtypje rekrutuesve që kërkonin stabilitet dhe histori të vërtetuar. Arta ndihej në një udhëkryq. Nuk ishte më ajo që ishte para mundësisë, por as nuk arrinte të stabilizohej në botën që kishte provuar shkurtimisht. Ishte sikur të ishte e bllokuar mes dy universitesh, pa I përkitur plotësisht asnjërit prej tyre. Ishte gjatë kësaj periudhe të errët që diçka e papritur ndodhi. Një pasdite, Arta po kthehej nga një tjetër intervistë të dështuar kur celulari I saj ra. Ishte një numër I panjohur. U përgjigj pa shumë shpresë, e mësuar me thirrje marketingu ose propozime mashtruese. Arta. Këtu është Liridona, a më mban mend? Zëri mik solli një val nostalgjie. Sigurisht që të mbaj mend, Liridona. Si je?
Shiko, nuk kam shumë kohë për të folur tani, por duhet të tregoj diçka urgjente. A mund të më takosh sot në mbrëmje? Është e rëndësishme. Toni misterios dhe urgjent e la Artën kurioze dhe paksa në ankth. Ran dakord të takoheshin në një shesh publik pranë shtëpisë së Artës. Kur arriti në vendin e caktuar, gjeti Liridonën të ulur në një stol, duke parë rreth e rrotull me një shprehje të shqetësuar. Faleminderit që erdhe, tha Liridona sapo Arta u afrua. Ulu këtu, duhet të tregoj diçka që zbulova në kompani. Arta u ul, duke ndjerë zemrën t'i rritë shpejt. Çfarë ndodhi? Liridona mori frym thellë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Pasi ti ike, gjërat u bën shumë të tensionuara atje. Venera mori edhe më shumë pushtet, po komandon pothuajse gjithçka, dhe Dritani është gjithmonë e më izoluar. Por nuk është vetëm kjo. Zbulova diçka për shkarkimin tënd që duhet ta dish. Vazhdo, kërkoi Arta, duke ndier një të ftohtë në stomak. Shkarkimi yt nuk ishte vetëm politik. Pati diçka më shumë. Venera manipuloi disa raporte, deformoi numrat, krijoi një narrativ të rreme mbi performancën tënde për të justifikuar që ti ishe e panevojshme. Ajo gënjeu bordin, Arta. E bëri të dukej sikur ti po bëje gabime të rënda, po vonoje proceset, kur në të vërtetë ti ishe një nga më eficientët e ekipit. Zemërimi u ngjit si një val e nxehtë. Arta shtrëngoi duart, duke u përpjekur të kontrollonte emocionin. Pse do ta bënte këtë? Sepse ti ishe arma e përsosur për të shkatëruar besueshmërinë e Dritanit. Nëse arrinte të vërtetonte që punësimi i tij ishte një dështim që ti ishe e paaftë, ajo forconte narrativën se Dritani udhëhiqet nga emocionet dhe jo nga strategjia. Dhe funksionoi. Pas shkarkimit tënd, bordi vuri në dyshim disa vendime të tjera të tij. Tani po mendojnë ta heqin nga posti dhe të vendosin Venerën në vend të tij. Arta ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Dritani do të humbte punën për shkak të saj? Sepse kishte besuar tek ajo. Ka edhe më shumë, vazhdoi Liridona, zëri i saj i ulët dhe i tensionuar. Kam kopje të raporteve origjinale, të vërtetave, para se Venera t'i ndryshonte. Kam prova për atë që bëri. Por nuk di çfarë të bëj me to nëse denoncoj, mund të shkarkohem edhe unë. Venera ka shumë pushtet tani. Por nuk mund të rri në heshtje duke parë një padrejtësi të tillë. Arta mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke procesuar gjithë atë. Një pjesë e saj donte t'i merrte ato prova dhe t'ia përplaste në fytyrë Venerës, të ekspozonte mashtrimin e saj, të pastronte emrin e saj. Por një pjesë tjetër, më e kujdesshme, e dinte se përplasja me njerëz të fuqishëm mund të kishte pasoja të rrezikshme. Çfarë mendon se duhet të bëj? Pyeti Arta. Liridona e shikoi drejt për drejt. Mendoj se duhet t'ia çosh këto Dritanit. Ai meriton ta di të vërtetën. Dhe me këto prova, ndoshta arrin të kthej situatën, si të tijen ashtu edhe tënden. Po ti? Nëse zbulojnë se ishe ti që i nxore dokumentet? Unë e pranoj rrezikun, tha Liridona me vendosmëri. Nuk hyra në këtë kompani për të qenë bashkëpunëtore e padrejtësive. Nëse humbas punën time duke bërë gjën e duhur, le të bëhet. Të paktën do të mund të fle e qetë natën. Atë natë, Arta u kthye në shtëpi me një zarf që përmbante kopjet e dokumenteve që Liridona kishte siguruar. Kaloi orë të tëra duke ekzaminuar çdo faqe, çdo numër të ndryshuar, çdo deformim të qëllimshëm të së vërtetës. Zemërimi i la vendin një vendosmërie të ftohtë. Nuk do ta linte atë gjë të kalonte. Jo për të, por për Dritanin, i cili kishte rrezikuar aq shumë duke besuar të dikush. Të nesërmen, i telefonoi Dritanit dhe i kërkoi ta takonte. Ai sugjeroi një kafene diskrete, larg kompanisë. Kur u takuan, Arta vuri re se sa ndryshe ishte ai. Më i dobët, me rrath të zinj nën sy, një qëndrim i kërrustur që nuk e kishte më parë. Situata po i merrte qartësisht hakun. Arta, sa mirë që të shoh. Si je? Po mbijetoj. Por nuk erdha këtu të flas për veten. Erdha të flas për ju. Vuri zarfin mbi tavolinë. Dritani e shikoi me kuriozitet. Çfarë është kjo? Prova që kishit të drejtë për mua. Që shkarkimi im ishte një kurth. Hape. Dritani hapi zarfin, filloi të ekzaminonte dokumentet. Ndërsa lexonte, shpreha e tij ndryshonte nga konfuzioni në shok, pastaj në zemërim të mbajtur.
Kur mbaroi, mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duart i dridheshin lehtë duke mbajtur letrat. Ajo falsifikoi raportet, tha ai, zëri i tij i kontrolluar por i tensionuar. Venera falsifikoi dokumentet zyrtare të kompanisë për të shkarkuar. Kjo nuk është vetëm antietike, është potencialisht krim. Dhe nuk ishte vetëm për të më dëmtuar mua, shtoi Arta. Ishte për t'ju dobësuar juve. Për të marrë vendin tuaj. Dritani kaloi dorën në përfytyr, mori frym thellë. Ku i gjete këto? Një burim i besueshëm. Dikush që ende beson se drejtësia ka më shumë rëndësi se politika korporative. Ai e shikoi Artën me një përzierje mirënjohjeje dhe shqetësimi. A e kupton se çfarë do të thotë kjo? Nëse i përdor këto prova, do të kthehet në një luftë të hapur. Venera nuk do ta pranojë këtë paqësisht. Do ta mohoj, do të kundërsulmoj, do të përpiqet të shkatërroj çdo që është në anën time. E di. Por a do të rish në heshtje? Do ta lësh atë të fitoj duke përdorur gënjeshtra? Dritani mbeti në heshtje, qartësisht duke zhvilluar një betejë të brendshme. Më në fund, e shikoi Artën me vendosmëri në sy. Jo. Nuk do ta lë. Kam qëndruar në heshtje për shumë kohë duke u përpjekur të luaj sipas rregullave ndërsa të tjerët luajnë pis. Do t'i përdor këto. Do të shkoj në bord, do të ekspozoj atë që bëri dhe do të luftoj për atë që është e drejtë. Në ditët në vijim, Dritani përgatiti me kujdes strategjinë e tij. Konsultoi avokat, organizoi provat, mblodhi dokumente të tjera që tregonin modele të sjelljes manipuluese të Venerës. Caktoi një mbledhje të jashtëzakonshme me bordin, duke pretenduar se kishte informacione vendimtare mbi parregullsitë në kompani. Arta ndiqte gjithçka nga larg, përmes telefonatave dhe mesazheve të Dritanit. Ndihej si një gur në një tabel shahu, duke pritur të shihte se cili do të ishte lëvizja e radhës. Dita e mbledhjes erdhi. Dritani hyri në sallën e bordit duke mbajtur një dosje me të gjitha provat. Venera ishte aty gjithashtu, e thirrur pa e ditur saktësisht se për çfarë bëhej fjalë. Kur Dritani filloi të prezantonte dokumentet duke shpjeguar në mënyrë metodike çdo ndryshim mashtrues, çdo manipulim të qëllimshëm, klima në sallë ndryshoi drastikisht. Venera u përpoq të mbrojë duke pretenduar se ishin interpretime të deformuara, se numrat ishin rregulluar sipas udhëzimeve superiore, se Dritani ishte i dëshpëruar dhe po shpikte akuza sepse po humbte pushtetin. Por provat ishin shumë të qarta, shumë të detajuara. Kishte krahasime krah për krah të dokumenteve origjinale dhe të ndryshuara, nënshkrime digjitale, regjistra të modifikimeve që nuk mund të mohoheshin. Bordi, i cili deri atëherë anonin nga ana e Venerës, filloi të bënte pyetje më të ashpra. Pse ato rregullime në raporte? Kush i autorizoi ndryshimet? Pse nuk kishte regjistër zyrtar të këtyre ndryshimeve? Venera djersinte, belbëzonte, përgjigjet e saj bëheshin gjithmonë e më pak bindëse. Në fund të mbledhjes, bordi vendosi të hapte një hetim të brendshëm të plodh. Venera u pezullua përkohësisht ndërsa verifikoheshin faktet. Dritani doli nga ajo sallë i raskapitur por i lehtësuar. Kishte hedhur hapin e parë. Tani duhej të priste. Lajmi u përhap në kompani si zjarri. Punonisit komentonin nëpër korridore, spekulonin mbi atë që kishte ndodhur, ndaheshin mes atyre që mbështetnin Dritanin dhe atyre që ende mbronin Venerën. Liridona qëndroi diskrete, duke shmangur çdo lidhje me rrjedhjen e dokumenteve. 2 javë më vonë, hetimi doli në përfundimin se kishte vërtet parregullsi të rënda. Venera jo vetëm që kishte falsifikuar dokumente mbi Artën, por kishte bërë të njëjtën gjë me punonjës të tjerë, shkarkimet e të cilëve donte të justifikonte. Kishte një model të qartë të manipulimit të informacioneve për përfitim personal. Vendimi i bordit ishte unanim, shkarkim me shkak të ligjshëm, procese administrative dhe padi e mundshme gjyqësore. Venera la kompaninë një të premte pasdite, e shoqëruar nga rojet e sigurisë, duke mbajtur një kuti me sendet e saj personale, fytyra e saj ishte e ngurtë por sytë zbulonin një tërbim të mbajtur. Kur kaloi pranë Dritanit në korridor, i hodhi një vështrim që premtonte se kjo nuk do të përfundonte aty. Por në atë moment, ajo nuk kishte më pushtet. Ishte e mposhtur. Dritani i telefonoi Artës sapo Venera doli nga ndërtesa. Mbaroi. Ajo u shkarkua. E vërteta doli në dritë. Arta ndjeu një lehtësim të thellë, por edhe një ndjenjë të çuditshme fitoreje të zbrazët.
Drejtësia ishte bërë, por kjo nuk e ndryshonte situatën e saj aktuale. Vazhdonte të ishte e pa punë, vazhdonte të luftonte për të mbijetuar. Sikur t'i lexonte mendimet, Dritani vazhdoi. Arta, bordi dëshiron të flasë me ty, duan të ofrojnë punën tënde mbrapsht, me kërkimfalje zyrtare për atë që ndodhi. Dhe ka edhe më shumë. Duan të promovojnë me një rrogë më të mirë, duke njohur që ndaj teje u bë pa drejtësi. Fjalët u deshën disa sekonda për të pasur kuptim. Pastaj, kur më në fund procesoi atë që Dritani po thoshte, Arta ndjeu lotët të fillonin të rridhnin. Nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot lehtësimi, vlerësimi të një drejtësie që më në fund po konkretizohej pas aq shumë lufte. A është e vërtet? Arriti të pyeste me zë të mbytur. Plotësisht e vërtet. Dhe më shumë se aq, Arta. Bordi kuptoi se unë kisha të drejtë që nga fillimi. Që njerëzit si ti, me karakter dhe përkushtim, vlejnë më shumë se çdo biografi mbresëlënëse. Ata duan të ndryshojnë politikën e punësimit të kompanisë, të vlerësojnë më shumë këto cilësi njerëzore që ti përfaqëson. Ti nuk e imagjinon ndikimin që historia jote shkaktoi. Arta nuk mund të fliste. Thjesht qante, duke mbajtur telefonin, duke ndier një peshë gjigante duke u hequr nga shpatullat e saj. Kur mund të fillosh? Pyeti Dritani, zëri i tij i mbushur me emocion gjithashtu. Nesër nëse duhet, u përgjigj Arta duke qeshur mes lotëve. Të hënën është mirë. Do të pres. Dhe Arta? Faleminderit. Faleminderit që nuk u dorëzove. Faleminderit që luftove. Ti shpëtove jo vetëm punën tënde, por edhe timen. Atë natë, Arta i tregoi gjithçka Borës. Vajza, e cila nuk i kuptonte plotësisht të gjitha kompleksitetet e situatës, kuptoi thelbësoren, mami ishte e lumtur përsëri. Kjo mjaftonte. Të ulura në dyshemen e banesës, duke ngrënë një darkë të thjeshtë por të përgatitur me gëzim, nën e bi biseduan për të ardhmen. Arta premtoi se gjërat do të përmirësoheshin vërtet tani. Se do të shpërnguleshin në një shtëpi më të mirë. Se Bora do të mund të kishte librat që donte aq shumë. Se do të ndërtonin një jetë të ndryshme, hap pas hapi, me durim dhe përpjekje, por këtë herë me një bazë më të fortë. Vajza e përqafoi mamin me forcë. Unë e dija që ti do t'ja dilje, mami. Ti je njeriu më i fortë që njoh. Arta e puthi në kokë vajzën, duke ndier erën e ëmbël të flokëve të saj kaçurel. Dhe ti je forca ime, bia ime. Gjithçka që bëj është për ty. Në fundjavë, para se të fillonte përsëri të hënën, Arta mori një vizitë të papritur. Zonja Merita u shfaq në derën e banesës, e shoqëruar nga Dritani. E moshuara mbante në duar një pako të përgatitur me kujdes. Bia ime, mora vesh për gjithçka që ndodhi. Mora vesh që humbe punën tënde për shkak të djalit tim, që kalove momente të vështira, por që në fund drejtësia triumfoi. Erdha këtu të falenderoj personalisht për gjithçka. Sepse më ndihmove atë ditë kur isha një e panjohur. Sepse ishe e ndershme dhe punëtore. Sepse luftove për të vërtetën. Zonja Merita zgjati pakon. Hape, të lutem. Arta e hapi me kujdes. Brenda ishte një ruzare e vjetër me kokra të konsumuara nga koha dhe një foto e vjetër e zonjes Merita kur ishte e re, duke punuar në një makinë qepse me një shprehje vendosmërie në fytyrë. Kjo ruzare i ka përkitur gjyshes sime, shpjegoi zonja Merita. Më ka shoqëruar në të gjitha momentet e vështira të jetës sime. Dhe kjo foto jam unë në moshën tënde, duke luftuar e vetme për të rritur fëmijët e mi. Kur të shikoj ty, shoh veten time. Dua që ti mbash këto gjëra. Për të kujtuar se gratë si ne gjithmonë gjetën forca për të ecur përpara, edhe kur bota përpiqej të na rrëzonte. Arta e përqafoi të moshuarën, duke ndier brishtësinë e atij trupi që një ditë e kishte ndihmuar, por edhe duke ndier forcën gjigante që buronte nga ajo grua që i kishte mbijetuar aq shumë betejave. Faleminderit, zonja Merita. Do t'i ruaj me shumë dashuri. Kur ata u larguan, Arta mbeti vetëm duke mbajtur ruzaren dhe foton. Shikoi imazhin e rrobaqepse së re, pa aty të njëjtën vendosmëri që ndjente në veten e saj. Ishin gra të ndara nga dekada, por të bashkuara nga e njëjta luftë, nga i njëjti refuzim për të pranuar se jeta nuk u rezervonte asgjë më të mirë. E vendosi foton në një cep special të banesës, ku mund ta shihte çdo ditë. Atje ishte frymëzimi i saj, kujtesa e saj se nuk ishte vetëm në këtë udhëtim.
Gjenerata grath të forta erdhën para saj dhe gjenerata do të vinin pas. Të gjitha duke luftuar, të gjitha duke rezistuar, të gjitha duke vërtetuar se ishin më shumë se çfarë bota përpiqej t'i bënte të besonin se ishin. E hëna erdhi rrezatuese. Arta u zgjua me diellin që hynte nga dritarja, por këtë herë nxehtësia nuk e bezdiste. Ishte një fillim i ri. Një rifillim në të vërtetë, por me një bazë më të fortë, me mësime të nxjerra, me shenja që u shndërruan në armaturë. U vesh me kujdes, u pa në pasqyrën e thyrë dhe këtë herë arriti të shihte përtej imperfeksioneve. Pa një grua të fortë, një të mbijetuar, një luftëtare. Dikë që meritonte të ishte aty ku ishte, jo për nder apo për fat, por për merit të saj, të fituar në çdo zgjedhje të vështirë, në çdo moment rezistence, në çdo herë që mund të ishte dorëzuar por zgjodhi të vazhdonte. Arriti në kompani dhe u prit me duartrokitje nga ekipi. Liridona e përqafoi duke qajtur. Besniku i shtrëngoi dorën me respekt të sinqertë. Dritani e priste me një buzëqeshje që nuk e kishte parë ai prej muajsh. Mirë se u ktheve, Arta. Vendi yt ishte gjithmonë këtu. Dhe për herë të parë, Arta besoi plotësisht në ato fjalë. Vendi i saj ishte aty. Jo për mirësi të tjetrit, por për të drejtën e fituar. Muajt që pasuan ishin muaj transformimi të thellë. Arta jo vetëm që u kthye në kompani, por lulëzoi në një mënyrë që as ajo vetë nuk e imagjinonte se ishte e mundur. Promovimi erdhi i shoqëruar me përgjegjësi të reja, trajnime intensive dhe mundësinë për të vërtetuar ditë pas dite se besimi i pasur tek ajo nuk ishte i kollë. Dritani rikuperoi plotësisht pozicionin e tij në kompani. Bordi drejtues pranoi publikisht se filozofia e tij për të vlerësuar njerëzit sipas karakterit, jo vetëm sipas diplomave, ishte e saktë. Historia e Artës u bë një rast studimi i brendshëm mbi atë se si të identifikohen talentet e vërteta dhe mbi rëndësinë e mbrojtjes së parimeve edhe kur jenë në presion. Marrëdhënia mes Artës dhe Dritanit evoluoi natyrshëm nga mirënjohja reciproke në një miqësi të sinqertë. Bisedonin shpesh, jo vetëm për punën, por për jetën, sfidat, ëndrat. Ai u bë një lloj mentori, duke e udhëhequr atë në përhollësitë e botës korporative, ndërsa ajo i kujtonte vazhdimisht të mbante humanitetin në vend të parë, edhe në mes të presioneve të biznesit. Zonja Merita e vizitonte Artën rregullisht, duke i dërguar kek shtëpie, duke ndarë histori të rinisë së saj, duke krijuar një lidhje që t'i kalonte mirënjohjen fillestare. Për të moshuarën, Arta ishte si një vajzë e zemrës. Për Artën, zonja Merita përfaqësonte gjyshen që nuk e kishte njohur kurrë, një figurë urtësie dhe dashurie që i mungonte në jetën e saj. Bora lulëzonte duke parë transformimin e mamas. Arta arriti ta regjistronte në një shkollë më të mirë, t'i blinte materialet që vajza kishte nevojë, madje edhe të paguante disa orë shtesë për forcimi. Më e rëndësishme se përmirësimet materiale ishte shkëlqimi që ishte kthyer në sytë e mamas, lehtësia në buzëqeshje, shpresa e rinovuar që infektonte gjithë shtëpinë. Arritën të shpërnguleshin nga banesa e vjetër në një shtëpi të vogël por dinjitoze, në një lagje më të sigurt. Nuk ishte një pallat, por kishte mure të forta, një çati që nuk pikonte, dritare me xhama të plotë. Bora fitoi dhomën e saj, diçka që gjithmonë e kishte ëndërruar. Arta qau në ditën e shpërnguljes, jo nga trishtimi, por nga realizimi. Çdo dhomë e asaj shtëpie përfaqësonte një betejë të fituar, një pengesë të kaluar, një provë se dorëzimi kurrë nuk kishte qenë opsion. Në punë, Arta mori gradualisht më shumë përgjegjësi. Përkushtimi i saj natyral, i kombinuar me trajnimin që merrte, e shndërroi atë në një profesioniste gjithmonë e më të kompletuar. Liridona vazhdonte të ishte mentora dhe mike e saj, duke festuar çdo arritje sikur të ishte e saja. Besniku, i cili në fillim e kishte shikuar me dyshim, u bë një aleat, duke pranuar se kishte shumë për të mësuar nga etika e punës së Artës. Kompania filloi të ndryshonte kulturën e saj të punësimit, e frymëzuar nga historia e Artës. Krijuan programe kualifikimi për njerëz me potencial, por pa arsimim tradicional, duke ofruar mundësi që më parë as nuk do t'i konsideronin. Arta u ftuar të merrte pjesë në proceset përzgjedhëse, duke ndihmuar në identifikimin e kandidatëve që, si ajo, thjesht kishin nevojë për një shans për të vërtetuar vlerën e tyre. Një ditë, pothuajse një vit pas kthimit në kompani, Dritani e thiri Artën në zyrën e tij. Shpreha e tij ishte serioze, por kishte një shkëlqim në sy që tregonte lajme të mira. Arta, ulu këtu. Kam një propozim për të bërë. Ajo ul, kurioze dhe paksa në ankth.
Kishte mësuar se ndryshimet mund të ishin si bekime ashtu edhe mallkime. Bordi miratoi krijimin e një sektori të ri në kompani, i fokusuar në përgjegjësinë sociale dhe zhvillimin e talenteve. Është një fushë strategjike që do të punojë si brenda ashtu edhe me komunitetin. Duam dikë që e kupton në praktikë se çfarë do të thotë të kalosh barriera, dikë që mund të shërbejë si urë mes realiteteve të ndryshme. Të duam ty si koordinatore të këtij sektori. Arta mbeti pa fjalë për disa sekonda. Koordinatore? Duke udhëhequr një sektor të tërë? Duke e pamundur, shumë e madhe për dikë si ajo. Nuk e di nëse jam gati për këtë, pranoi ajo, pasiguria e vjetër po përpiqej të rish faqej. Dritani u anon përpara, duke e shikuar drejt për drejt me atë intensitet që Arta tashmë e njihte mirë. Ti ishe gati kur zgjodhe të ndihmoje nënën time edhe pse e dije çmimin që do të paguaje. Ishe gati kur u përballe me padrejtësitë dhe nuk u dorëzove. Ishe gati kur u ktheve këtu dhe vërtetove vlerën tënde çdo ditë. Teknikën e mësojmë, Arta. Leadershipi i vërtet vjen nga brenda dhe ti e ke këtë natyrshëm. Ato fjalë e prekën thellë. Arta mori frym thellë, ndjeu përgjegjësinë, por ndjeu edhe diçka të re duke u rritur brenda saj. Besim. Jo arrogancën e dikujt që mendon se është më i mirë se të tjerët, por ndërgjigjen e qetë të dikujt që e di se çfarë ka jetuar, çfarë ka mësuar, çfarë mund të ofrojë. Pranoj, tha ajo me vendosmëri. Dhe do ta bëj këtë sektor diçka që vërtet të bëjë ndryshim në jetën e njerëzve. Në muajt në vazhdim, Arta punoi pa lodhshëm në strukturimin e sektorit të ri. Krijoi programe kualifikimi për të rinj nga lagjet të varfra, vendosi partneritete me shkolla publike, zhvilloi projekte që ofronin mundësi reale rritjeje për njerëz që kur nuk kishin pasur qasje në to çdo iniciativë mendoi me kujdes, bazuar në përvojën e saj, në dhimbjet e saj, në gjithçka që kishte mësuar mbi atë se çfarë funksionon vërtet për ata që kanë nevojë për mundësi. Sektori filloi të gjeneronte rezultate mbresëlënëse. Histori transformimi filluan të shfaqen, njerëz që hynin pa shpresë dhe dilnin me qëllim, të rinj që kur nuk e kishin imagjinuar të punonin në një kompani formale dhe tani ndërtonin karriera të qëndrueshme. Arta shihte pak nga vetja në secilin prej tyre dhe kjo e motivonte të punonte edhe më shumë. Historia e Artës filloi të shpërndahej përtej kompanisë. Gazetat lokale publikuan shkrime mbi projektin e përgjegjësisë sociale, duke vënë në pah trajektoren e koordinatores që një ditë kishte qenë pastruese dhe tani udhëhiqte iniciativa që ndryshonin jetë. Arta ftohej në ligjërata për të ndarë përvojën e saj, për të frymëzuar të tjerët që përballeshin me betejat të ngjashme. Në fillim, ndihej në siklet me ekspozimin. Nuk kërkonte dritat e skenës as mirënjohjen. Por Dritani e bindi se historia e saj kishte pushtet, se mund të ishte shkëndija e shpresës që njerëzit e tjerë kishin nevojë për të mos u dorëzuar nga ëndrat e tyre. Në një nga këto ligjërata, të mbajtur në një shkollë publike në periferi të Tiranës, Arta shikoi audiencën e të rinjve, shumë prej tyre me të njëjtën shprehje lodhjeje dhe dëshpërimi që ajo kishte mbajtur për aq shumë kohë. Foli pas skenar të mësuar, vetëm me zemër, duke treguar udhëtimin e saj me ndershmëri brutale, pa romantizuar vështirësitë, por gjithashtu duke treguar se tejkalimi i tyre ishte i mundur. Unë nuk jam këtu për t'ju thënë se ishte e lehtë, sepse nuk ishte. Nuk do të gënjej duke thënë se mjafton të duash për t'ia dalë, sepse e di që bota nuk funksionon ashtu. Por jam këtu për t'ju thënë se ja vlen të luftosh. Se ja vlen të jesh i ndershëm edhe kur pandershmëria duket më e dobishme. Se ja vlen të ndihmosh edhe kur kjo kushton shtrenjtë. Sepse në fund, ajo që jemi përcaktohet nga zgjedhjet që bëjmë në momentet më të vështira. Në fund të ligjëratës, një vajzë rreth të 15-tave iu afrua me turp. Kishte syt plot me lot, por kishte edhe diçka tjetër aty. Shpresë. Mami im është pastruese, tha vajza me zë të dridhur. Ajo zgjohet çdo ditë në 4 të mëngjesit, kthehet në shtëpi e shkatëruar, dhe unë gjithmonë mendova se ky do të ishte edhe fati im. Por ti më tregove se mund të jetë ndryshe. Faleminderit. Arta e përqafoi atë vajzë të panjohur, duke ndjer peshën e përgjegjësisë, por edhe bukurinë e të pasurit mundësinë për të bërë ndryshim. Atje ishte arsyeja e gjithçkaje. Atje ishte qëllimi që kishte zbuluar përgjatë atij udhëtimi të mundimshëm. Vitet kaluan. Bora u rrit, u bë një adoleshente e shkëlqyer, studiuese, plot me ëndra të saj.
Arta u sigurua që vajza të kishte mundësitë që ajo nuk i pati kurrë, por gjithashtu i mësoi leksionet më të rëndësishme, punën e palodhur, ndershmërinë, empatinë, refuzimin për të shkelur mbi të tjerët për t'u ngjitur. Dritani dhe Arta ruajtën miqësinë e tyre të thellë për gjatë viteve. Ai u bë një prani konstante në jetën e saj dhe të Borës, një xhaxha i afërt që merrte pjesë në ditëlindje, diplomime, festime. Zonja Merita ndoqi rritjen e Borës sikur të ishte mbesa e saj e gjakut, duke treguar histori, duke mësuar receta, duke transmetuar urtësinë e grumbulluar në 8 dekada jetë. Kompania lulëzoi nën filozofinë e re që Arta kishte ndihmuar të frymëzonte. U bën referencë në përgjegjësinë sociale, duke tërhequr jo vetëm klientë që vlerësonin këto parime, por edhe talentet më të mirë që donin të punonin në një vend që vërtet kujdesej për njerëzit. Në një pasdite pranvere, 5 vite pas asaj dite fatale kur Arta kishte ndihmuar një të moshuar të panjohur në bulevard, ajo ishte e ulur në zyrën e saj duke parë nga dritarja qytetin e Tiranës që shtrihej deri në horizont. Zyra e saj. Sektori i saj. Ekipi i saj. Gjithçka e fituar jo nga fati, jo nga nderi, por nga merita. Mendoi për të gjithë udhëtimin. Në momentet e dëshpërimit kur dukej se kurrë nuk do të dilte nga ajo banesë e vjetër. Në zgjedhjen për të ndihmuar zonjën Merita edhe pse e dinte çmimin. Në dhimbjen e shkarkimit të parë. Në luftën për drejtësi. Në rifillimin. Në fitoret e vogla dhe të mëdha që erdhën më pas. Dritani hyri në zyrë pa trokitur, siç bënte shpesh. Kishte një buzëqeshje në fytyrë. Gjeje kush sapo telefonoi? Bashkia. Duan të zgjerojnë programin ton të kualifikimit në edhe 10 shkolla të tjera publike. Projekti yt po kthehet në politikë publike, Arta. Ajo buzëqeshi duke ndjerë një kënaqësi të thellë. Nuk ishte për të. Kur nuk kishte qenë. Ishte për sa Arta të tjera ekzistonin atje jashtë, duke pritur vetëm një mundësi, një shans, dikë që të besonte tek ato. Le ta bëjmë të ndodhë atëherë, u përgjigj ajo. Çdo njeri që arrim të ndihmojmë është një jetë e transformuar. Dhe jetët e transformuara ndryshojnë botën, një nga një. Dritani u ul në karrigen përballë tavolinës së saj, mbeti duke shikuar Artën me një shprehje që përziente krenarinë dhe reflektimin. Ti e di që ndryshove edhe jetën time, apo jo, tha ai pa pritur. Para se të njeh aty, unë po humbisja besimin te njerëzimi. Po bëhesha cinik duke besuar se në botën e biznesit nuk kishte vend për mirësi, që emocionet ishin dobësi. Ti më tregove se isha gabim. Që vendimet më të mira të jetës sime ishin pikërisht ato të udhëhequra nga zemra, jo vetëm nga koka. Arta ndjeu sytë ti mbusheshin me lot, por ishin lot të mirë. Ne ndryshuam njëri tjetrin, Dritan. Ti më dhe mundësin që askush tjetër nuk do të ma jepte. Unë të tregova se ja vlente të rrezikoje. Në fund, mendoj se shpëtuam reciprokisht. Ai pohoi me kokë, duke rënë dakord në heshtje. Pastaj u ngrit, i shtrëngoi dorën në mënyrë respektive por të ngrohtë. Kam një mbledhje tjetër tani, por shihemi në festimin e nesërm. 5 vite të programit. Është një arritje e jona, Arta. Kur ai doli, Arta mbeti edhe disa minuta duke parë nga dritarja. Mendoj se si jeta ishte e çuditshme, se si një zgjedhje e vetme mund të ndryshonte gjithçka, se si rrugët që dukeshin se çonin në humner ndonjëherë të çonin në vendet më të papritura. Mori celularin, i telefonoi Borës që ishte në shkollë. Alo, bia ime. Vetëm të telefonova të thoja që të dua dhe që jam krenare për ty, shihemi në mbrëmje. Pastaj shikoi foton e zonjës Merita kur ishte e re, që tani zinte një vend special në tavolinën e saj të punës. Ajo rroba qepse e vendosur shikonte mbrapsht përmes kohës, 2 gra të ndara nga dekada por të bashkuara nga e njëjta forcë, nga i njëjti refuzim për të pranuar më pak se sa meritonin, nga i njëjti besim se bota mund të ishte më e mirë. Arta i buzëqeshi fotos, përshpëriti me zë të ulët. Ja dolëm. Ne, gratë luftëtare, gjithmonë ja dalim. Dhe në atë moment, e ulur në zyrën e saj me pamje nga qyteti që një ditë e kishte injoruar por tani e njihte, Arta e diti me siguri absolute se çdo lot, çdo dhimbje, çdo betejë ja kishte vlerëtur. Sepse në fund, mirësia nuk ishte ndëshkuar. Ishte shpërblyer në mënyra që ajo kurrë nuk i kishte imagjinuar të mundshme. Dhe kjo ishte e vërteta më e bukur nga të gjitha. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artës, Dritanit dhe zonjës Merita të ketë prekur thellësisht zemrën tuaj.
Nëse u emocionuat me këtë udhëtim lufte, te i kalimi dhe drejtësie, lini pëlqimin tuaj, regjistrohuni në kanal dhe na tregoni në komente cili moment ju shënoi më shumë. A ishte zgjedhja e vështirë e artës në bulevard? Lufta kundër padrejtësive? Apo fitoria finale? Çdo ditë, sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se mirësia ende ja vlen, edhe në një botë që ndonjëherë duket se shpërblen vetëm ftohtësinë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do të trazoj emocionet tuaja dhe do t'ju bëj të reflektoni mbi jetën.